Ajo që është gjoja më e rëndë sot është korrupsioni. Dhe padyshim edhe nga vetë arrestimet që janë bërë, nga hetimet që ka pas korrupsion në këtë qeveri. Por krahasu me korrupsionin e qeverisë Berishës, çfarë do të thonit, duke pas parasysh që në kohën e Berishës, Berisha kontrollonte sistemin e drejtësisë, prokurorinë, gjykatën, gjitha. Tash kemi një sistem drejtësie, ose kemi një institucion që quhet SPAK-u edhe BKH-ja, dy institucione që kanë pavarësi, paktën për sa tregojnë faktet, kryeministri nuk e kontrollon, pavarësisht se Berisha sot thotë kontrollon, se po të kontrollonte, nuk do të lejonte që të arrestoheshin rreth 60 edhe figura të larta. E kuptova pyetjen. Është pikërisht përfaqja e korrupsionit që u bë nëpërmjet organeve të reja, apo ka pas më pak korrupsion atëherë. Dhe ai korrupsion që ka qenë atëherë, nuk e di sasin sa e si, por unë mendoj që ka qenë korrupsioni përgjakshëm, gjë që s'ka ndodhur me Partinë Socialiste. Po të kemi parasysh Gërdecin, vrarët e Sinjanit. E para do përgjigjem shumë thjesht kësaj pyetjes me dy pyetje që e sqarojnë problemin, po më lë të bëj vetëm një sqarim të vogël. Korrupsioni është disadimensional, nuk është vetëm korrupsioni parave. Ka korrupsion politik, ka korrupsion social, ka korrupsion politik janë hilet në zgjedhje, janë vjedhje e votave, influenca e shumë gjëra të tjera. Pastaj është korrupsioni ekonomik, financiar, ka shumë aspekte. Tani, pse ka korrupsion? Dakor, është perceptimi i përgjithshëm dhe unë jam 100% i bindur që ka korrupsion të zhvilluar galopant në Shqipëri. Pse ka pasur korrupsion? Natyrisht që ka pasur edhe përpara, por ka ardhur në rritje. Pse ka korrupsion? Sepse s'ka pasur sistem drejtësie. Kudo ka korrupsion. Po kudo ka, në vendet po flas, kur them kudo, po flas për Itali, Francë, Gjermani, në Amerikë. Po ka sistem drejtësie, e mbërtheu makina e drejtësisë e italiane, e mbërtheu Andreotin për mëngje apo Kraksin apo të tjerë dhe nuk i lëshoi deri në vdekje, i dënoi, mbërtheu kryeministrin Berlusconi. Pra, tregon që ka një aparat drejtësie i cili funksionon. Këtu ke s'ka pasur aparat drejtësie. Kush e prishi aparatin e drejtësisë, i dashur Ilir? Plepat. Udhëheqësi i madh. Udhëheqësi i madh. Pse e prishi aparatin e drejtësisë udhëheqësi i madh? Që ta kishte ne nuk kontrollim atëherë, ne bënim llapa njëri tjetrin, por ky ka qenë plan. Ky njeri ka qenë shumë vizionar për gjërat që donte të arrijë. Do të flasim herë tjetër se ka shumë gjëra për të diskutuar ky njeri, që i ka bërë me qëllim apo nga padia. Po natyrisht që i ka bërë. Natyrisht që i ka bërë. Ne atëherë kemi qenë shumë naiv, ne nuk kuptonim asnjë gjë. Njeriu në moment analizat bëhen mrapa. Pra mungesa e sistemit të drejtësisë, dhe një nga arsyet pse Rama sot ka fituar 4 mandate. Ka udhëhequr i pashqetësuar, ka qëndruar në pushtet në mënyrë të pashqetësuar, ka qenë qeverisje e lehtë nga pikpamja politike kjo Ramës. Është sepse nëpërmjet opsionit politik që zgjodhi, pra të mbështesi partnerët e huaj të ndërtojnë sistemin e drejtësisë në Shqipëri, ka fituar pikë dhe ka vënë një themel të rëndësishëm të pushtetit të tij, të pushtetit politik. Nuk e duan Ramën se është më gojtar ai. Pa i din gjithë edhe shumë gjëra të tjera. E duan sepse në çështje të caktuara ka bërë pikërisht atë që duhet të bënte. Edhe në marrëdhëniet e politikës jashtme ka pas ajo është tjetër aspekt, por se janë ca gjëra që ata nuk t'i falin. Nuk mundet ti të mos ke, sepse në momentin që ti s'ke drejtësi, këtu zhvillohet krimi organizuar. Krimi organizuar, nëse ka një armik të shteteve demokratike, është krimi organizuar. Pse? E thon shkurt, krimi organizuar i merr raketat bërthamore siç i merrte atëherë në Ukrainë, në Rusi dhe i çon ke terroristët. Kjo është për ta thënë në mënyrë banale. Se bën shumë gjëra të tjera. Krimi organizuar është shumë i rrezikshëm. Dhe krimi organizuar si luftohet? E kanë kollajt atë cilin komando, po luftohet me komando, krimi organizuar luftohet me sistemin e drejtësisë. Ai krijoi sistemin e drejtësisë. A është indikuar, s'është indikuar, edhe sikur të jetë indikuar, nga kryeministri. Pra, por shumë më mirë se sa ishin përpara. Është një hap shumë përpara.